Pa nga pak po kuptojmë se cilat janë copëzat që bëjmë biznesin tënd dhe suksesin tënd. Po. Pa nga pak erdhi dhe agjencia e marketingut. Con Marketing. Na trego pak më shumë, se jam super kurioze të di për të. Koni është për mua është një krenarit shumë e madhe, sepse ka filluar, siç thash, në atë vorbullën e ndryshimit të identitetit tim nga marketingu atje këtu dhe kam mësuar që edhe këtu mund t'ja dalë kriju një agjenci marketingu. Kur ishte ai momenti? Ba më të momenti që the unë dua të bëj diçka që të mbaj emrin e Fationës. Momenti ka qenë që në fillim kur kam ardhur. Ka qenë që në fillim unë isha shumë e qartë që kur të vija këtu unë do hapja agjencinë time të marketingut. Sepse ky ka qenë vizioni im në Shqipëri. Por, ashtu siç e thash, u gjenda përballë këtij ndryshimi që për mua më duhej patjetër që të futesha në një punë për ta provuar veten time që unë jam e aftë ta bëj këtu në Mbretërinë e Bashkuar dhe më pas isha konfidente për ta hapur agjencinë e marketingut. Domethënë ndonjëherë manifestimi dhe dëshira nuk mjaftojnë, po na tregon që duhen shkallë për të gjitur, po, të provosh veten tënde. Dhe është gjithmonë ajo periudhë duhet. Unë e përmenda që këtu njerëzit nuk njohin kush je ti.